Unë ndonjëherë Fabio ndoshta nxitohem të mendoj, por them që dikur na bashkonte çështja ose problemi, kishim një armik përballë. Tani nuk duket se këtë armikën e kemi gjetë brenda njëri tjetrit. Unë mendoj që armikun përballë e kemi më të sofistikuar se më parë. Do me thonë, ai nuk është prezent këtu, edhe pse po shihet her pas herës që ka dhe prezencë fizike, po kjo është temë tjetër. E shohim, shiko se çka ndodh me përçamjet ndër shqiptar. Ndodh, ku e di unë, një mosmarrveshje në plazhin e Durrësit për një shezllon, për një çmim të një shezlloni. Dhe ndodh që ajo mosmarrveshje në mes të një shqiptari të Kosovës dhe një shqiptari Shqipënisë të xhirohet nga dikush. Po çfarë ofanzive bëhet nga të gjitha anët për me u komentua ajo, për me u diskutua ajo, për me ofendu në njëri tjetrin pa asnjë kufizim. Kjo tregon që dikush, sipas meje, dikush nga jashtë i fryn këto dallime në mes të Kosovës dhe Shqipënisë, në mes të kosovarit dhe shqiptarit, ose macedonas. Pyesja dhe një gjë, te këtu për ta shtuar në fakt, sepse disa analistë që flasin për kombin e Kosovës në dallim me kombin shqiptar, a është kjo ignorancë apo është agjent për atë se çfarë po flisje? Unë nuk mendoj që nuk mendoj komb kosovar nuk ka, s'mund të ketë. Ajo është një diçka që fryhet, nuk e di për çfarë arsye. Por për mua, me qenë kosovar, është krenari në kuptimin e një gare të mbrenshme mrena familjes. Pra, një garë në mes të Pejanit e Gjakovarit, një garë në mes të Prizrenasit e Suharekasit ose Therandasit, një Gilanxhie dhe një Ferizajasi, kjo është një garë në thojza vazhdimisht, një emërtim e rajonal e i Trevës i cili të bën me uni edhe mirë. Por kombi shqiptar apo komsia është pa diskutueshme. Pra nuk mund të krijohet një identitet i ri apo çfarë do tentim krijimi identiteti të ri është totalisht gabim. Është gabim edhe gabim i madh për mua. Pra populli shqiptar është një popull i lashtë, një popull autokton, një popull që është këtu prej shekujsh dhe ne duhet të ndihemi krenar sepse jemi populli më pacor në rajon, njeri gjallë s'kemi sulmu kur, jemi mbrojt për atë sa kemi dite, sa kemi mujt, të shpartallum e të poshtnum prej tjerve për atë sa kam pas fuqi pa mëshirshëm, kështu që kjo është ajo, une nuk e shoh për mu populli apo identiteti kosovar në kuptimin e kombit nuk ekziston. Më shumë mendoj edhe unë që është agjende ndryshme e fushave caktuara, apo në qoftë edhe për këtë smundjen profesionale të klikimeve që shumë njerëz po e bëjnë, ndoshta edhe kjo i ka ndikuar disa individ caktuar, të cilët unë mendoj që janë të pa mirë formuar në trurin e tyre që nxjerrin teza të tilla. Patjetër, identiteti shtetëror është një diçka në cilën ne duhet të punojmë Kosovë. Po vazhdim të pyesja në fakt, duke qenë që kemi unë e kam parë që jeni tifoz i çmendur i futbollit, i çmendur në kuptimin e mirë, për shqiptarët dhe për kombëtarën shqiptare dhe përfaqësuesen e Kosovës. A ke të njëjtin emocion për të dyja? Dëgjoj, unë fillimisht në Kosova është një diçka për të cilën unë kom ndrru me pa kështu që është pra e lirë. Dhe kom qenë njëri për njerëzve të parë i cili ju ka bashkangjit Fadil Vokrit vullnetarisht në kauzën e tij për krijimin e një identiteti futbollistik të Kosovës. E din ata mrena mirë, po e din edhe familja Vokri për cilën unë kam një respekt të dashni të madhe. Kontributin tim besoj të madh
po ashtu jo publik, sepse ka palë ndoshta që nuk dojnë e herë edhe me folë për atë, ose i vjen e rani edhe ati muhabeti. Si do që tjetë, Kosova është në qëllim, unë e paguj administratën tatimore të Kosovës, aplikoj për subvencionet Kosovës, edhe pse jom për fat të mirë shtetas edhe i Republikës së Shqipërisë, dhe i kom dy pasaportat më të mirat në botë që më përmbushin 100%. Po patjetër që në qoftë se luaj në të njëjtin termin, Kosovën e kom në televizor, kurse në live score është Shqipëria. Po nëse luan Shqipëria në televizion, në të njëjtën kohë me Zvicrën, ku luajnë një shumicë shqiptare, patjetër që Shqipëria është në ekranin e televizionit tim në live score, janë kombëtare tjera ku luajnë shqiptarët e që na bojnë krenar, na kanë bë krenar pa asnjë ndërprerje. Pra, sado romancier të tingëllojnë me këto që po i flas, janë sene që unë i ndjej përjetoj një loje kombëtare së Shqipërisë ose Kosovës në familjen time është fest. Unë banoj në Prishtinë, stadiumin e Fadil Vokri e kom 10 minuta në kam, dhe ku ka lezet më të madh se të nisësh në kam papuqe, e me shku me këqyr ato për cilën jenë fliu breza e breza. Dhe natyrisht që e ndjej Kosovën jashtëzakonisht shumë, por Kosova e Shqipënia nuk e përjashtojnë asnjëherë njëra tjetrën dhe deri në një momentum më të mirë politik, kështu do të jetë. Po duhet ta mbajmë në zemër dëshirën e rilindasve dhe të punojmë secili prej nesh që një ditë në një botë më të bukur dhe në një botë më të drejtë të bëhet ndoshta edhe ëndër e gjithë shqiptarëve. Vërtetë. Por e vërtetë është, por ai viziton shpesh Shqipërinë dhe si ndjen lidhjen me artin, publikun dhe jetën. Qoftë edhe qeverisjen atje të Edi Ramës për 4 mandate. Po. Me qenë që edhe shtetas shqiptar. Po unë shtetësinë shqiptare ku marrë me dekret, me rekomandim të Ministrisë së Kulturës, atëherë ministrës Kumbarot, cilën e falenderoj, për rekomandimin, miqtë e mi atje producentët qendrën kinematografike kombëtare për rekomandimet pozitive dhe në fond presidencën. Ashtu e kam marrë edhe në shtetësinë, edhe kur isha në Shqipëri. Për nënshkrimin e dekretit, si me thonë, vizitoj Shqipërinë sa herë që më jepet mundësia. Unë e ndjej Shqipërinë si diçka temën, nuk ja lejoj dikujt me thonë, hej se tin, kjo Tiranë këto, ju nuk jeni nga Tirana, jeni nga atje, jeni këseni asi. Shqipënia prej jugut në veri është e jamja, qysh është Kosova, qysh janë qytetet tona në Maqedoni, në Maltëzi, në Lugin. Nuk e ndjej vetën jashtë asaj që ndjej emotivisht as në Preshev, as në Gostivar, as në Kërçov, as në Pogradec. Jam ndihem as në Ulqen, ndihem mirë, kam miq dhe jam person me miq shumë dhe kjo është, si me thonë, një diçka që e konsideroj të rëndësishme tek vetja. A ke marrë pjesë në votimin, ndonjë votime në Shqipëri në fakt? Ka marrë pjesë një herë. Do me thonë votimet e para me pasaport. Si shtetas shqiptar. Si shtetas kam dashur ta përjetoj atë ndjenjë që të votoj me pasaport shqiptare, po kam qenë një herë. Po si e shef Tiranën flas qeverisjen tani 4 mandatet kryeministrit Rama. Duke mos dashur qoftë edhe si humorist. Po, po ta them si i nominuar për ministër. Se nuk i di se sot Libuna Liu bë drejtori i përgjithshëm i portit të Durrësit. Po, apeshes Samir. Është e jashtëzakonshme. Kanë qenë më herët edhe Ajrullah Çeku ka pas pozitë ministrore nëse. Besa Shahini ka qenë Gentu. Edhe Besa Shahini ka qenë edhe pse të mos kemë edhe në ndonjë ministër, mbase këtë e di se zoti Rama do të na jepte me kënaqësi ndonjë ministër nga inteligjenca artificiale, sepse ka më të lehtë. Po jo, unë nuk e di, unë kur shkoj në Tiranë kam shumë kolegë, kam vëllezër, motra, njerëz, miq që ti du nga zemra
ata natyrisht duke qenë se jetojnë atje kanë ankesat e veta ashtu siç i kemi edhe ne në Prishtinë. Por unë shoh një Tiranë tjetër, një Tiranë që avanson, një Tiranë që përparon pallatet nalta, njerëz që vishën bukur, që mendojnë bukur, një mindset jashtëzakonshëm, dhe kjo më bën krenar sepse një kryeqendër e dytë për zemrën time po lulëzon dhe unë jam okay dhe jam i lumtur për këtë gjë dhe mendoj dhe shpresoj që Shqipërinë për një 10-15 vite do t'jetë e pa arritshme për shtetet e rajonit, edhe mu kjo më bën krenar. Një revolucion të cilin e ka paralajmëruar zoti Rama për turizmin në jug, sidomos jam një diçka, e ka thonë një diçka të cilën unë e kam ndje duke vizituar Shqipërinë, mendoj që një farë kaosi duhet të futen në kontroll dhe patjetër që përgëzoj dhe jam i lumtur. Çdo sukses i Shqipërisë është sukses i Kosovës dhe i shqiptarëve themi bisës shqiptare të Jugosllavisë nëse mund të shprehna kështu. Jo, mirë po uroj që unë kemi po themi mendime të ndryshme për mënyrën e qeverisjes në Shqipëri. Kështu që nuk jo, absolutisht nuk disa po gjëra si një qytetar i Kosovës, si një turist i cili e viziton në mënyrë si një gurbetçar i Shqipërisë që nga gurbeti në Kosovë kthehet në Tiranën e vet dhe sheh pallatet mira, infrastrukturë që po rritet e që po zhvillohet e medikë, kjo është e vërtetë, por para se të avancuara